Ju përshëndes të gjithë për praninë tuaj për të bashkëndar bashkë me ne këtë moment gëzimi. Është Pashkë, është festa e madhe. Dëshiroj të uroj festën e Pashkëve gëzimi edhe për komunitet ortodoks, se në këtë vit edhe sot premtojnë së bashku këtë festë. Festën e Pashkëve është festa e shpresës e besoj që të gjithë njerëzit kemi nevojë për shpresë. Qyteti ynë, vendi ynë ka nevojë për shpresë. Kemi nevojë të rilindemi prapë vazhdimisht. E secili prej nesh do të angazhohet në vendin e vet. Kisha, besimet do të angazhohen në fushën e tyre, politikantë, autoritete kanë detyrën e tyre që një vend mund të rilindet. E kjo është urimi që vjen prej Krishtit, për ne të krishterë, që është i ringjallur, do me thënë ka kaluar nga vdekja në jetë. Gëzuar Pashkët të gjithë besimtarëve katolik, kjo simbolike e ringjalljes, le t'japi shpresën se mas vështirësive do të vi një dritë agimi ku të gjithë së bashku mund të punojmë për të mirën, begatin, prosperitetin e vendit. Një urim të përzemërt për gjithë besimtarët katolik dhe ortodoks në gjithë qarkun e Shkodrës. Le të jetë kjo ditë një ditë të bashkimit, solidaritetit për gjithë shoqërinë tonë, në mënyrë që gjithë ne të reflektojmë e të gjindemi pranë kryesisht të pamundërve. Urojmë të gjithë besimtarët e krishterë, katolik dhe ortodoks, të cilët sot si rrallë herë festojnë Pashkën në të njëjtën ditë. Sjellëm urimet e kryetarit tonë Zotit Beci për të gjithë besimtarët për ditë më të mira. Dua t'i drejtojmë të gjithë besimtarëve katolik me urimin për Pashkë gëzuara dhe të lumtura dhe plot bekime. Kohrat e vështira, cilat ne kalojmë, që e keqja kalohet dhe luftohet dhe pasaj nëpërmjet luftës që bën njeriu me ndihmën e Zotit vjen e mira dhe shpresa. Gëzuar gjithëve me Zotin pranë dhe njeriun afër. Me shëndet Pashkat tonëve, kjo është këtë Pashkë të bardha moment reflektimi edhe dashnie për të tanë. Dua të uroj të gjithë besimtarët katolik, kudo që oshin, gëzuar dhe për shumë vjetë festën e Pashkëve. Qoftë kjo ditë, një ditë e madhe, për secilin prej nesh, ditë reflektimi, të bëjmë më të mirën dhe të shprehim më të mirën për qytetin tonë dhe qytetarët tonë. Gëzuar. Ju uroj gëzuar Pashkët gjithë besimtarëve të krishterë. Kleri katolik e bashkoi politikën shkodrane, tjetër djatha shqiptare ku në rolet më kryesore ta luajë pikërisht koalicionin që ne përfaqësojmë, koalicioni Euroatlantik.